Jam shumë kurioz pse prokurorët që u ngutën me një vrap mbreslënës të drejtohen kuvendit për masa ekstreme në ditët e fundit, nuk e mbajtën parasysh që si fillim jemi në një çështje ballë për ballë në gjykatën kushtetuese më 22 janar, ku gjykata më e lartë e vendit do të gjykojë në themel çështjen e masës së pezullimit antidemokratik të një antari qeverie me kërkesë prokuroria. Dhe ngre këtë pyetje sepse në çdo vend ku drejtësia nuk vrapon, po gjykon, ajo do priste fundin e gjykimit për një masë para se të kërkonte një masë tjetër. Sepse shteti i drejtës nuk është shesh as për kashillëk mes pushtetet të pavarura, as për përsheshin e një pushteti në territorin kushtetues të një pushteti tjetër. Sot nuk e kam përgjigjen, por do vazhdoj të lexoj, do vazhdoj të mësoj dhe do vazhdoj të bëj të gjitha përpjekjet e mia që të kuptoj sa më mirë nga analiza e thelluar e simptomave të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Por në ndërkohë, sikur është bërë qartë edhe në Komisionin e Mandateve në Kuvend, nuk ka asnjë gjas që ne, shumica qeverisëse dhe parlamentare e këtij vendi, ta shqyrtojmë kërkesën e ngutur të prokurorëve për të autorizuar masa të reja ekstreme, të cilat edhe në dritën e raportit të ekspertëve të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e raportit të Komisionit të Torturave të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e shumë shkaje tjetër, janë vërtet për të marrë dhe për të gjykuar me shumë qetësi. Por jo pa mbaruar një herë me themel procesi që kemi hapur në gjykatën kushtetuese.